Prokuroria dihet pe fillimi ka qenë për me u dënue lufta qëllimtare e Kosovës. Kjo ka qenë interesi Serbisë mas pari, i Rusisë, aliatëve domethënë Serbisë dhe Rusisë, edhe me dëmtu shtetin e Kosovës. Domethënë përmes nëse vjen puna mu dënue krerët e UÇK-s në Hag, atëherë edhe NATO e gjitha domethënë janë ata që na ndihmu neve, na ndihmoi Amerika, na ndihmoi se na ishëm të okupun nga një Serbi e cila ka këshirë me çdo kusht me pastrue etnikisht Kosovën dhe me pru serb këtu në Kosovë, me bo Kosovën të vetën, po fatmirësisht që arriti. Ta është këshirë përmes propagandave, domethënë gënjeshtrave, jo shtëpia verdh, që s'ka pas mundësi, se unë vetë kom qenë pjesëtar i UÇK-s, edhe jo që s'kena pas shtëpia të verdha, por na s'kena pas mundësi as me ushtarët tunë që janë plagu në luftë, s'kena pas mundësi me jo operu, për arsye që s'kena pas mjete, kurse ata sipas tyne kanë ekzistu dhe me prova sene anë kurse s'ka pas asnjë bëj me si prova trajshme. Kështu që unë pres një drejtësi nga gjykata, nëse shpresoj që edhe gjykata s'ka rënë në thitjen e Rusisë dhe Serbisë, se normal ka plot që shiten e shesin edhe vendin e punës e ketë, po ata janë çlirimtarë të vërtet, kanë qenë përfaqësues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe fal tyne, fal gjithë ata dëshmor, fal NATO-s, fal alatëve tonë, sot Kosova është e lirë. Shpresojmë që sa më shpejt lirohen, edhe të dihet që lufta çlirimtare e Kosovës ka qenë një luftë për me mbrojt popullin e vet, për me mbrojt tokat e veta, s'ka qenë as okupatore, s'ka qenë as gjakpirëse siç kanë bën ata masakrat lloj-lloj ndryshme, kanë vrarë fëmijë, gra, kanë dënu, edhe lloj-lloj masakrash kanë bën në Kosovë, kështu që kjo i zhduf mu drejtu kauna Serbisë, me kërku anej, domethënë si dënimesh, me kërku si njerëz fajtor që kanë bën me qindra krime në Kosovë, jo të dënohen ose të kërkohet dënim për njerëzit që kanë luftuar për vendin e vet dhe për lirinë e Kosovës. Cili është komenti jot për këta shqiptarë që kanë dërguar dorësi atje kundër shkretëve të UÇK-s? Kjo është e dhimbshme, po gjithmonë kanë ekzistuar edhe para lufte, edhe mas lufte, edhe sot ekzistojnë në Kosovë. Hajnë bukë nga populli jonë, nga taksat e tona, edhe sot ata njerëz prap jetojnë me kësi frymash, marrin pare poshtë e nalt, domethënë nuk i intereson vendi vet, është i shitun edhe ai, momentin që shitet, ai duhet patjetër mi zbatu urnesat që i merr nga personat që u shit. Kështu që unë kisha bo apel të ata njerëz që mos mu dëmtu ky vend i jonë, me pas respekt mas pari edhe nder për ata njerëz që kanë dhonë gjakun për këtë vend, po jo me bokë si farmarrinash, edhe është turp i botës nëse na dalim si tradhtarë vetveti, domethënë njerëz që e shesëm vetveten, për shembull njerëz të tonë që kanë luftu për vendin tonë, për mua ata janë tradhtarë të kombit dhe ata duhet me dalë edhe mu shpall, edhe duhet mu njoftu me media, me ketë kush janë ata njerëz edhe cilat familje janë ata, domethënë nga vinë ata njerëz, kupton? Jo të mbruhen ose mos t'ju dalet domethënë e vërtetë atyne, fytyra atyne. Ka plot që dalën edhe nëpër televizione, edhe fatkeqësisht s'di si kanë fytyra ata me folje, domethënë me dalë, dhe s'di pse televizionet i thirrën ata njerëz kur ata vetëm folin keq për UÇK-n, kurse UÇK-ja ka qenë, unë si një djalë 17 vjet, domethënë jam nis për mu shtliru veni jam, njerëz të mi, edhe sot qyre Kosova, domethënë qyre ky shesh është plot shqiptar, dalin lirshëm, shetitin lirshëm, po fatkeqësisht neves na domethënë kemi plot armiq, edhe mbrena më shumë, jashtë dihet kanë kemi armiq, po s'do të m'ja bo argatin armikut, po do të m'ja bo argatin miqve tonë edhe me bashkëpunu për mi hjek armikun për gjithmonë për Kosovë. Edhe një pyetje, sa kanë bërë qeveria, ministrat për krerët e UÇK-s sipas jush? Po nuk kanë bërë sa duhet, normal, domethënë është e dhimbshme. Domethënë po nis na pej presidentës. Presidenti au duhet me koma edhe kryeministri, edhe ata njerëz domethënë folët atyne njerëzve sot është
kem presidenta, kem ministra, kem kryeministra, kem njerëz domethënë që udhëheqin Kosovën, fal çlirimit të Kosovës. Sikur mos i shkon çlirimi i Kosovës, ata jo me udhëheq, po s'kishin mujt ndoshta as me dal as se kish njoft kush. Po fal kësaj çao bo çka ka ndodhur. Sot unë jam i lumtur njerëz që udhëheqin Kosovën, po paktën me mbrojt vlerat e luftës, me mbrojt dinitetin ton, me mbrojt vendin ton në çdo aspekt. Ka shumë njerëz në rrjetet sociale që komentojnë kontra UÇK-s. Si është ka mesazhi jot si ushtar i UÇK-s për ata njerëz? Qëre, mas pari ata që komentojnë, ata s'kan qenë pjesë e UÇK-s, kanë qenë pjesë e ikjes nga Kosova, kanë qenë që s'ja ka marrë menja me luftu për vendin e vet. Unë ku mujt me ikë në Zvicër, kur im rom prit, ku mujt me ikë në Zvicër pa asnjë problem. Kur im rom prit, mu kanë vrarë bashkëftetarë, kanë vrarë shok, jam lagu, po momenti që kom rrinë në Shqipni, ka pas njerëz edhe pe atyne që kanë esë në ato në nesë, që ka marrë menja se lufta është lufta, pëtën. Po ata që kanë dash vërtet me luftu jenë këthy, si që më këthy edhe. Edhe ata njerëz tashti, ata që s'ja ka marrë menja, edhe që e kanë di vetën, dëmon tash se ndin vetën pjesë e çlirimit, se nashta është një moshë madhore, që ka mujt me kontribu, po foli për ata që e shojnë UÇK. S'po foli për ata njerëz që janë kohë bashkë me UÇK. Edhe na i na kanë, domethënë 5%, domethënë nivel, domethënë sa ka qenë 2 milion as 1.800.000 në atë kohë, i na kanë 5% i këtyne 1.800.000 që ju kena bashkan gjitë luftës. Domethënë 5% me luftu për vendin tanë, ku kena mujt hala me ka ma shumë të angazhum këtë farë drejtimi. E me luftu për vendin edhe me ka sa ma të bashkun, mos e ju me pas ndarje, dalsina, jo kështu, jo partijake, partia është interes për vendin. Aja që punon për vendin, unë ja dho dorën, su më interesën për qëllës parti vjetë. Mu më interesën puna e qasoj qeverije. Të më thonë, su më interesën mu kush është, po mu më interesën qëfar veprimi po merë, momenti që merë qeverin dorë dhe qa po banë për Kosovë. Edhe, fatkesisht, çdo qeveri ka pas ngecje në këtë farë drejtimi. Po, ju kësha lutë, do më thonë, edhe qeveritarve, edhe presidentes, edhe çdo, do më thonë, njeri që ndin vetën shqiptar, e me dhe gjak shqiptari, që të dalëm edhe të mbrojmë vlerat tona, edhe mos në lojmë njerëzit me në shkel, shpionave, t'ja kallëzojmë vendin që s'ka vend për shpion vlla këtu, s'ka vend për me bëhe përqarje, ndasije, sene, po ka vend për bashkëpunim, liri dhe barazi edhe një shtetë fort, me një ushtri të fort, NATO, se na nëse se arrim NATO-n, nëse sot çfarë dush këtë popullin e Kosovës me bo ushtar, është e pamujshme me mujt armikun Serbin, jo që për shkak që e ka Rusin mbështec, ka plot aliat për rreth që i ka meq. E kështu që na me bashkimin e NATO-s, në Evropë, me bashkimin në Evropë, NATO edhe me aliatin tonë kryesor Amerike, na do të me konë të lidh me zveti, edhe me shku gjithmonë, çdo mëngjes me shku ta ambasada amerikane ato, me thojnë një qu, a keni vlejt, edhe me vetë si një mirë me shëndet, se ata, holë zotit edhe ata, po edhe aty një që kanë dhënë jetën, ata bashkëftetarë edhe ata civil, do më në këtë që ka jenë liu për këtë vend, ato motra, ato gratona, këtë që jenë dhënu, të mërësisht, atë do më thonë është një diçka që është bo për këtë vend, edhe na duhet me kone bashkëpunus, sidomos me alet tonë, edhe me jesë për para, edhe me mbroj vlerat tonë. Më ka zënë tash për fond, kështë cilën brigadje kanë? Unë kam qenë 113, që më i Krasniqi, zona e Drenicës. Kam marrë pjesë në luftime tjera, dhe më thonë, ka qenë Njunik, Glogjan, ka qenë Kauna Malisheves, Tërpezë, edhe vendet tjera, dhe më thonë, ku tash s'është nashta e nevojshme mi përmenë gjitha, po kam qenë një pjesëtar i UÇK-s, që kom do bashkëftetarëve të mi, me atë mundësit e mija, po e di që deri në fund kom qenë me uniformë, me armë në dorë, edhe kom kontribue për vendin tem, edhe jam krenar, po është të ndhejmë kur shë njerëz, për mua nuk kom lojnë a i përshtypja, se ata njerëz janë, do më thonë, njerëzit matë të likë që egzistojnë për Kosovën, adin, nuk më lojnë a i farë përshtypja, se di që
nuk janë rritë në atë frymën e adhëtarit, po janë rritë në atë frymën e ikjes, e të problemeve, me familjet veta se kalojnë mirë, edhe hajtë dalim e shojmë që kënë edhe ka financiar në fakt. Ka njerës që financojnë kësi tri, ose ma të mojshëm, pavarësisht që financojnë dojnë pare veç me dalë që aty me një Facebook fake, ose Instagram, o TikTok, a pavarësisht, për me full keq me një lus luftën e ushtrisë kombëtare të Kosovës. Edhe normal dihet na kush e financon. Rusia, Serbia edhe plot shtete tjera që neve nuk na duajnë si shqiptar, po pavarësisht, domethënë na e kena përballuar shumë shekuj luftra ndryshme e sene, prapë se prapë kemi mi kohë dembo batem edhe kush që na kush që na lekund, troje tona s'ka.